Mirë të ndëruar teleshikues, të rikthehemi sërish në studio në këtë transmetim të drejt për drejt, këtu në ekranin e televizionit Fox News. Tani më jemi zhvendosur në hapësirën e intervistës. Për gjatë minutave në vijim do të ndalemi dhe do të flasim për zhvillimet kryesore të cilat lidhen patjetër me lindjen e mesme, konflikti i zhvilluar ndërmjet Izraelit dhe Iranit për 12 ditë rjesht. Luftimet ashpra ka patur bombardime dhe raketa nga të dyja kahet, si nga Izraeli ashtu edhe nga Irani, ndërkaq pjesë e këtij konflikti u bën edhe vetë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të cilat fillimisht kërkuan një tryezë negociatash dhe bisedimesh për një paqe të mundshme pa përfshirje ushtarake, por Trump u treguai befasishëm dhe në momentin kur askush prej nesh nuk e priste, nisi një sulm, një bombardim të 3 bazave iraniane. Baza në të cilat pretendoheshin se krijoheshin dhe ndërtoheshin bombat atomike dhe ato bërthamore. Menjëherë më pas, në një deklarat, Trump vendosi të shpallte armëpushimin dhe paqen ndërmjet Izraelit dhe Iranit, duke i bërë vazhdimisht thirrje të dyja palëve për ulje të tensioneve dhe mos përshkallëzim të kësaj situate, e cila mbase mund të dilte përtej kontrolleve të mundshme dhe përtej rajonit. Këto e shumë të tjera do të kemi mundësi të diskutojmë me Nikola Kedhin, ekspertin e marrëdhënieve ndërkombëtare, i cili mbashkoi në këto momente në një komunikim të drejtë për drejtë. Nikola, të përshëndes. Faleminderit që je sot në Fox News. Përshëndetje, faleminderit për ftesën. Nikola, a mund ta cilësojmë Trumpin si personin i cili dha fund kësaj lufte, pavarësisht se ju desh edhe një ndërhyrje ushtarake me 3 bombardimet e bazave iraniane, duke patur parasysh që është nominuar edhe për çmimin Nobel për paqe? Po, mendoj se po, dhe është përgjigja e shkurtër, domethënë. Përgjigja pak më e gjatë është që për të kuptuar se çfarë ndodhi në konfliktin Izrael-Iran, ndërhyrjen e Shtetit Bashkuar të Amerikës dhe gjithë këtë situatë në lindjen e mesme, do duhet të kuptojmë se cili është konteksti në cilin ka ndodhur këto zhvillime. Janë 2 elemente kryesor, mendoj unë, që na bëjnë të kuptojmë gjithë arsyet e gjithë këtyre zhvillimeve. E para është se prej vitesh tashmë jemi në një rend në një tranzicion drejt një rendi të ri botror, e thënë më saktë, ku po shkojmë nga ai rend botror unipolar që u krijua pas fundit të luftës së ftohtë, pas rënies së murit të Berlinit, rënies së komunizmit në vendet e lindjes, ku doli SBA dolën si fuqia e vetme, po themi superfuqia e vetme globale, dhe gjithë të tjerët ndiqnin atë, ose kundërshtarët gjeopolitik ishin të dobët për ta kundërshtuar, po shkojmë drejt një rendi multipolar, ku janë krijuar disa pole, ose po përpiqen të krijojnë disa pole për të kundërshtuar dhe këtë supremaci, po themi, të shumë planshe të Shtetet Bashkuara të Amerikës. Kemi Rusinë që do të jetë një superfuqi rajonale për të krijuar atë zonën e vet të influencës së Bashkimit Sovjetik, disa thonë edhe Rusinë imperiale. Kemi nga ana tjetër Kinën, që do të jetë një superfuqi globale dhe do të marrë vendin e Shtetet Bashkuara të Amerikës për të krijuar një shekull të ri kinez, ashtu siç ishte shekulli i kaluar, një shekull amerikan pas luftës së dytë botërore, dhe po përpiqet me të gjitha mënyrat ekonomike dhe jo vetëm për të pasur këtë supremaci botërore dhe për të imponuar botës modelin e vet, ashtu si Shtetet e Bashkuara ose Perëndimi në përgjithësi imponuan në një farë mënyre modelin e tyre të demokracive liberale. Kemi vende si Irani, India, Turqia që kërkojnë të jenë superfuqi rajonale dhe të dominojnë në rajonin në cilin ato ndodhen së bashku me fqinjet e vet. Dhe jemi në këtë kontekst ku është kjo përplasje e këtyre shteteve dhe këtyre forcave dhe deri diku dhe e këtyre botkuptimeve, ideologjive dhe modeleve të ndryshme. Është krijuar një aks me Kinën, Rusinë, Iranin, Korenë e Veriut dhe vende të tjera satelitet të tyre. Është një përpjekje me BRICS për të krijuar një blok
që të rivalizojë këto vendet perëndimore, NATO-n gjithashtu, dhe nga ana tjetër kemi vendet e perëndimit të drejtuara nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës, që me sa duket nuk janë gati që ta lëshojnë këtë vendin e dominimit në një farë mënyre të punëve të botës dhe duan të mbajnë këtë model që ato kanë pasur pas luftës së dytë botërore. Natyrisht për ne si shqiptar ose për ne si europian, është në interesin ton që të mbizotrojë ky model dhe madje të forcohet pasi është zbehur vitet e fundit dhe nga sulmi i brendshëm nga grupet e të majtës ekstreme progresiste e tjerë, por për ne është me rëndësi që të prevalojë të fitojë modeli i demokracive me balancat e pushteteve, checks and balances, ekonomisë së tregut, fuqizimit të individit, ruajtjes së traditës, historisë e kështu me radhë. Në gjithë këtë kontekst janë duke ndodhur dhe këto probleme, këto konflikte si në lindjen e mesme, ashtu dhe në Ukrainë me sulmin rus atje, sepse u perceptua një dobësi e perëndimit, sidomos në 4 vjeçarin e Joe Bidenit apo dhe në 8 vjeçarin e Barack Obama, sepse aty filloi tamam, dhe kjo gjë inkurajoi Rusinë të vepronte në Ukrainë, kjo gjë inkurajoi dhe Iranin pasi u hoqën sanksionet nga Bideni, u bë marrëveshja shumë e keqe e Barack Obamës dhe e europianëve kryesisht me Iranin në 2015-ën, gjë që i lehtësuan sanksionet, i dhanë miliarda, qindra miliarda dollar për të financuar, të cilat Irani i përdori për të financuar grupet terroriste si Hezbollahun, Hamasin, grupet Houthi, rebelët Houthi e tjerë me radhë për të destabilizuar atë rajon. Ky është aspekti i parë gjeopolitik i ndryshimit të rendit botror. Pra me pak E fjalë dyta, piketa që ajo se çfarë ka ndodhur vetëm pak ditë më parë vjen si pasojë politikave të këqija të ndërmarra nga presidentët e mëparshëm të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke i krijuar një farë mënyre Iranit hapësira për të vepruar ashtu siç donte të vepronte Irani me një sipërmarrje të krijimit dhe ndërtimit të armëve bërthamore. Dhe Trump është ai i cili e ndaloi me pak fjalë, apo jo Nikola? Po, pa diskutim, gjithmonë veprohet kur ka një dobësim të perceptuar. Perëndimi gjithë këto vite ka rezatuar dobësi, nuk ka rezatuar forcë në arenën ndërkombëtare. Dhe kjo gjë ka inkurajuar në një farë mënyre Rusinë, Kinën, vende të tjera, Iranin, në mënyrë që të veprojnë, sepse nëse ti shikon që superfuqia aktuale është në tërheqje, çfarë do bësh ti që ta dominosh globin në këtë shekull që jemi apo në shekullin e ardhshëm? Ti do avancosh përpara. Çfarë ndodhte nëse Trump nuk do ta ndërmerrte këtë vendim, duke patur parasysh që vetëm para 72 orëve përpara se të ndodhnin bombardimet në bazat iraniane, Trump i la hapësirë të dyja palëve 2 javë për bisedime dhe negociata. Dhe prandaj thashë u treguai befasishëm në fillim të kësaj hapësire. Po patjetër se ai nuk do thoshte që ne do sulmojmë në këtë datë në këtë orë. Jo, absolutisht. Por e prisje diçka të tillë duke patur parasysh edhe vetë karakterin e Trump? Po e prisja, shiko, ka një arsye sepse dhe Trump veproi dhe lidhet me pikën e dytë, sepse shpjegova pikën e parë që këto gjëra po ndodhin sepse jemi në këtë botë në ndryshim, me një rend të ri botror që po synohet nga disa faktorë dhe derisa të konturohen gjërat, do të vazhdojë të ketë dhe për sa kohë perëndimi të rezatoj dobësi në arenën ndërkombëtare, do vazhdojë të ketë konflikte të tilla. Pika e dytë që lidhet me pyetjen tuaj është kjo. Përveç ndryshimit të rendit botror, kemi faktin që vendet nukleare, grupi i vendeve nukleare që kanë armë bërthamore, është një klub i limituar vendesh. Janë disa vende, 9 në mos gaboj, të cilat kanë armë bërthamore. Asnjë nga këto nuk do që të futet dikush tjetër, pra të zgjerohet ky klub. Sepse pastaj hapet loja nëse merr Irani ose nëse lejohet Irani që t'i bëj armët, të krijojë armët bërthamore, pastaj mund të kërkojë Gjermania, Italia, Spanja, vende të tjera ndoshta në Azi apo në Afrikë e tjerë dhe zgjerohet shumë dhe del jashtë kontrollit. Aq më tepër kur është një regjim i papërgjegjshëm, teokratik, diktatorial, siç është në Iran, i paparashikueshëm,
Askush nuk është i interesuar. Dhe po të shikoni pavarësisht deklaratave që bëjnë tek tuk edhe sa për sy e faqe, që ka bërë dhe Rusia dhe Kina apo thirrjeve për paqe apo për deeskalim të situatës, nuk kanë vepruar, nuk është se kanë vepruar, sepse as ato nuk janë të interesuara që Irani, pavarësisht se një aleat i tyre në atë aks, të pajiset me armë nukleare. Dhe ndaj presidenti Trump e ka ditur mjaft mirë që nuk është se do të kishte ndonjë reagim shumë të madh ndërkombëtar apo qoftë nga Rusia, qoftë nga Kina, nëse do të bënte këtë sulm që nuk është një akt lufte, po është një sulm me një precizion gati kirurgjikal në këto qendra të zhvillimit të armëve bërthamore që ka pasur Irani në ato 3 që u sulmuan. Nuk ka pasur as fatalitete, as nga pala amerikane që të kishte ushtar që të shkonin aty, pra boots on the ground që thon ata, të shkonin ushtarët vet, as në ndryshim regjimi të shkaktuar nga jashtë në një mënyrë direkte. Ndaj ka qenë një sulm i mirë përgatitur, në sekret të plot dhe është madje për të përgëzuar kjo administratë që ka penguar dhe rrjedhjet e informacionit për këtë sulm dhe me një precizion që tregon edhe një herë madhështinë e ushtrisë amerikane. Po e ripërsëris këtë që kjo mirë përgatitje nga ana amerikane dhe ky sulm i mirë menduar, i përgatitur e tjerë, ka qenë edhe për këtë fakt, sepse nuk është se do kishte, un kam përshtypjen presidenti Trump, administrata e tij e dinin që nuk është se do kishte ndonjë pasojë shumë të madhe dhe në fakt kjo gjë ndodhi, nuk kishte ndonjë pasojë të madhe më pas, kishte një sulm sa për të thënë nga ana e Iranit, i cili u interceptua në bazat amerikane në Katar dhe u zgjidh këtu. Tani kjo gjë, fakti që u shkatruan këto përpjekje të Iranit për armë nukleare dhe Agjencia Atomike Ndërkombëtare e tha këtë gjë që Irani ishte afër bërjes, nuk e kishte armën nukleare, por ishte afër bërjes sepse kishte uraniumin të pasuruar deri në 60%, 90% duhet i pasuruar dhe kishte mjaftueshëm inventar, kishte mjaftueshëm stockpile të uraniumit të pasuruar për të bërë disa armë bërthamore. Dhe kjo gjë duhet ndaluar. Kjo gjë mendoj unë u arrit të paktën me versionin zyrtar amerikan që kemi, sepse nuk është se kemi një version tjetër që ta hedhë poshtë këtë versionin amerikan. Nuk kemi të dhëna tjera të besueshme. Kështu që do marrim të mirëgjën këtë version zyrtar që është për momentin. Ndaj ky qëllim u arrit, tani mund të jepet mundësi një shans negociatave mes Iranit dhe Izraelit me ndërhyrjen amerikane apo të vendeve të rajonit si Katari apo të tjera, në mënyrë që të arrihet një marrëveshje e qëndrueshme afatgjatë që garanton një farë stabiliteti në lindjen e mesme, aq më tepër në qoftë se kjo do të pasohet dhe me një marrëveshje për Gazën dhe për Bregun Perëndimor, që disa media raportojnë që janë shumë afër bërjes së një marrëveshje të tillë. Dhe më e rëndësishme është që do duhet që të ketë në këtë marrëveshje potenciale disa klauzola dhe disa mekanizma të cilët nuk ishin në 2015 në marrëveshjen e mëparshme, që t'i pengojnë Iranit në mënyrë të kontrollueshme bërjen e armëve bërthamore, gjë që askush nuk do në komunitetin ndërkombëtar që të ndodhë. Nikola, ky ishte një sulm i shpejt, një sulm i beft edhe për Iranin dhe jo vetëm. Pavarësisht një kundërpërgjigje të Iranit tek bazat amerikane, të cilat ndodhen të pozicionuara në Katar si një njeri dhe person i cili e njeh mirë politikën ndërkombëtare, mendon se kjo qetësi pas kësaj fortune ka dhe çështje të tjera apo diskutime të tjera të cilat janë pas korridoreve dhe pas dhomave? Po patjetër, kam përshtypjen që po. Gjërat mund të duken të qeta në sipërfaqe, po janë afrime të njërës palë me tjetrën, ndërmjetës, sepse qëllimi tani është që pas armëpushimit, i cili duhet thënë se në një farë mënyrë po qëndron, me përjashtim të 2 incidenteve në fillim të këtij armëpushimi, të një sulmi iranian pasi armëpushimi kishte hyrë në efekt dhe kundërpërgjigjes izraelite, duket se ky armëpushim po qëndron. Tani qëllimi është që ky armëpushim të kthehet në një paqe të qëndrueshme, duke marrë secila palë garancitë e duhura. Ndaj është normale që në mënyrë të nëndeshme
të jenë duke u kryer negociatat e tjerë me radhë. Siç ju thash, madje edhe për gazën, edhe për çështjen e Gazës dhe të Bregut Perëndimor, mediat amerikane raportojnë që presidenti Trump, administrata amerikane, është shumë afër një marrëveshje që do të garantonte një siguri, një stabilitet të qëndrueshëm në atë rajon. Dhe në qoftë se do të ndodhë kjo, së bashku me një marrëveshje të pritshme me Iranin, dhe me zgjerimin e akordeve të Abrahamit duke përfshirë dhe vende të tjera arabe, do të kishim një pasqyrë krejt tjetër, një situatë krejt tjetër në lindjen e mesme që nuk ka ndodhur prej dekadash apo prej shekujsh atje. Dhe ndaj ardhja e presidentit Trump në krye të qeverisë amerikane është një zhvillim pozitiv, sepse është duke mbajtur ato premtime që ka thënë dhe duke u kthyer vërtet në president të paqes dhe duke vendosur shenjën e tij jo vetëm në punët e brendshme të Shtetet Bashkuara, po sidomos në arenën ndërkombëtare, duke shënjuar në një farë mënyre fatet e rajoneve të tëra. Vetëm një premtim duket sikur nuk e ka mbajtur ende presidenti amerikan Trump, Nikola. U duk sikur zgjodhi dhe zgjidhi më shpejt çështjen ndërmjet Izraelit dhe Iranit se sa çështjen për të cilën ai e bëri kryefjalë të fushatës së tij presidenciale, konflikti Ukrainë-Rusi. Pse? A tregon kjo mbase një dobësi ose një çalim tek marrëdhënia me Rusin apo çfarë? Mendoj se do fokusohet aty, me njëherë pas lidhjes së lindjes së mesme. Kam përshtypjen se i doli pak më e vështirë se ç'e priste. Nuk e di pse kishte një shpresë më të madhe se Vladimir Putin do ishte më i arsyeshëm se ç'është në fakt. Dhe me sa duket, durimi i tij me Putinin është drejt fundit. Kjo edhe nga bisedat e fundit që kanë pasur së bashku, të raportuara nga vetë presidenti Trump, ku thotë që Putini më mori për të qenë ndërmjetës në lindjen e mesme dhe unë i thash, Vladimir, dëgjoj, merru me punët e tua aty dhe mua më duhet dikush që të ndërmjetësoj mes teje dhe Ukrainës, jo më të më vish ti si ndërmjetës për një problem tjetër. Dhe duket se durimi i tij po përfundon me Putinin dhe Trump vet në mos gaboj para një ose dy ditësh që me sa duket Putini ka ambicie përtej Ukrainës. Pra për atë që tham dhe që kanë thënë dhe shumë ekspert të kësaj fushe amerikan dhe europian, që Putini ka ambicie më së paku të Bashkimit Sovjetik, po që mund të shkojë deri aty tek rikrijimi i asezonit influencës së Rusisë imperiale, Rusisë perandorake. Dhe mendoj se do ketë një tjetër sjellje tani administrata amerikane, e cila duhet thënë që në mandatin e parë të presidentit Trump ka qenë një nga më agresivet kundër Rusisë. Pavarësisht se mediat e propagandonin ndryshe, po të shikojmë sanksionet e vendosura nga Amerika për Rusinë kanë qenë më të shumta në numër dhe më të ashpra, e thënë nga vetë një antar i kabinetit Barack Obamës, Robert Gates, sekretari i mbrojtjes, që thoshte në 2019 që administrata Trump ka qenë shumë e ashpër se ne në lidhje me Rusinë dhe gjysma e sanksioneve kanë qenë të bëjnë me Ukrainën. Pra, ka pasur një qëndrim konsistent të Trumpit, pavarësisht se duan ta karakterizojnë Trumpin shumica e mediave mainstream si njëri jo konsistent. Trump ka qenë shumë konsistent si për Iranin, që nuk duhet të ketë armë bërthamore, dhe për Rusinë. Pavarësisht se i ka dhënë një mundësi edhe nëpërmjet retorikës së tij, që nganjëherë është edhe joshse për këta liderët e tjerë, duke i marrë dhe me të mira, po ka qenë shumë konsistente që Rusia duhet qëndrojë brenda kufive të vet, brenda influencës së vet që ka pasur dhe mos të zgjerohet më tutje. Dhe ndaj kanë qenë sanksionet e forta 2017, 2020, 2021. Dhe sërish po flitet për sanksione të tilla, për paketa të tjera sanksionesh ndaj Rusisë në mënyrë që ta ulin atë në tryezën e bisedimeve dhe ka ndodhur edhe një zhvillim tjetër shumë i rëndësishëm që mendoj është një gjetje e mirë e presidentit Trump për një që po themi afatgjatë në Ukrainë ose në atë territor që Ukraina do ketë pas luftës që ka me Rusinë, marrëveshja e mineraleve që bëri Trump me Ukrainën, duke vendosur interesa të drejtë për drejtë amerikane në Ukrainë nëpërmjet
kësaj marrëveshje të mineraleve, bën që Amerika të ketë një stake, të ketë një aksion, të ketë një farë interesi, pra të drejtë për drejtë në Ukrainë, gjë që do ta ndalonte Rusinë të ndërmerrte aksione të tjera agresive, ushtarake ndaj Ukrainës. Ndaj kjo është një garanci më tepër që ka vendosur Trumpi për integritetin e ardhshëm territorial të Ukrainës dhe mendoj se ky është një hap i parë i mirë për zgjidhjen e këtij konflikti. Natyrisht që komuniteti ndërkombëtar do duhet të jetë me një zë dhe me një vizion të caktuar të përbashkët në lidhje me çështjen e Vladimir Putinit dhe ambicjet që ai ka. Nikola, çfarë prodhoi i gjithë ky konflikt në arenën globale, duke patur parasysh përfshirjen e një sër faktorëve të ndryshëm, siç mund të ishin Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe një mbështetje të hapur ndaj Izraelit, apo siç mund të ishte presidenti rus Vladimir Putin në një mbështetje për Iranin dhe vazhdimisht me mesazhet e tij për mos përfshirje ushtarake të amerikanëve në përshkallëzimin e këtij konflikti, apo siç mund të ishin liderët e tjerë të rajonit, presidenti turk Recep Tayyip Erdogan dhe një sër liderësh të tjerë të cilët e kanë ndjekur me përparësi të gjithë këtë çështje. Tregoj disa gjëra. Së pari, supremacinë ende të Shtetet Bashkuara të Amerikës, ato ushtarake, kryesisht, dhe faktin që Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme që ta lënë vendin e tyre si superfuqia botërore. Dhe kanë ndërmend të paktën me këtë administratë dhe me këtë president kanë ndërmend të luftojnë që ta mbajnë të vendin numër 1 të ushtarak dhe jo vetëm, dhe ekonomik e tjerë. Dhe këtë shikojmë dhe nga elementet të tjerë, dhe nga rikthimi i politikës paqe nëpërmjet forcës, peace through strength, që kryesisht e kanë presidentët republikanë, që thonë ne do forcohemi së brendshmi, do forcojmë ekonominë tonë nëpërmjet politikave të ofertës, uljes së taksave, deregullimit, zvogëlimit të shtetit, mbrojtjes së interesave kombëtar, mbrojtjes së prodhimit vendas, çlirimin e potencialit ekonomik të çdo individi, heqjen e presionit të madh burokratik mbi individin e tjerë. Ato që propozojnë të djathtët përgjithsisht dhe që janë politikat e vetme që funksionojnë, me thënë drejtën, në çdo vend të botës ku ato janë zbatuar, dhe koezionit më të madh social brenda vendit, dhe ky forcim i brendshëm ekonomik, shoqëror i Amerikës dhe i çdo vendi tjetër që zbaton këto, pasqyrohet ose rrezaton në arenën ndërkombëtare, sepse një vend i fortë së brendshmi është i aftë që të stepi dhe avancimet gjeopolitike të vendeve të tjera kundërshtare, si Rusia, Kina e tjerë me radhë. Ky është thelbi i vizionit të presidentit Trump dhe të djathtëve në përgjithësi, për gjithë ata që thonë që Trump vepron në mënyrë jo koherente e tjerë me radhë. Kjo është strategji, ky është thelbi i strategjisë, ky është thelbi i vizionit i presidentit Trump. Nëse kuptojmë këtë, kuptojmë të gjitha lëvizjet amerikane dhe deklaratat e tij në të dy administratat e tij, sidomos në këtë tani që jemi në këto muajt e parë të kësaj administrate. Këtu është edhe rikthimi në një farë mënyre i doktrinës Monroe të përshtatur, që në hemisferën perëndimore Amerika thotë jam unë dhe nuk do toleroj avancime kineze apo të shtetet të tjera që cënojnë interesat e mia. Dhe ky është një lajm i mirë, unë e përsëris her pas here, edhe për ne si shqiptar dhe për ne si europian, që jemi të interesuar që të mbizotroj ose të prevaloj, të fitoj në këtë konflikt të madh modeli që na intereson dhe neve, që na forcon neve si qytetar shqiptar apo faktorin shqiptar, që është modeli i demokracisë, përkundrejt vetëm stabilitetit, po dhe i demokracisë që çon në stabilitet, forcimi i individit, ekonomia e tregut, checks and balances, balanca e pushteteve etj me radhë. Kështu që kjo supremacia e Amerikës dhe kjo vendosmëria e Amerikës është elementi i parë që doli nga këto konflikte. E dyta është që Europa nuk është kurkund. Europa ka dobësuar aq shumë veten me politikat e majta gati ekstreme që kanë ndjekur në këto dekada, sidomos në dekadën e fundit, me një borxh jashtëzakonisht shumë të madh, modeli i paqëndrueshëm ekonomik që varej nga gazi rus apo nga inputet e lira që ajo merrte për të prodhuar më pas produkte të një farë cilësie dhe për t'i eksportuar. Kjo gjë u duk që ishte e paqëndrueshme, modeli siç e thash i bazuar në borxh, në deficit,
centralizimi shumë i madh në Bruksel, i vendimarrjes, i mjeteve të prodhimit, i kapitalit, pra një model gati socialist që po e rënon, me sa duket e ka rënuar Europën nga brenda, e ka gryer, e ka kthyer në një kontinent të zombifikuar gati nga ana ekonomike, po edhe nga ana sociale shoqërore, me një imponim që bëhet nga këto elitat, nga burokratët e pasgjedhur në pjesën tjetër të popullsive europiane, duke marrë dhe kompetenca të vendeve antare, pra duke mos qenë një union, siç është vizioni i baballarëve themelues të Bashkimit Evropian ose të këtij unioni vendesh sovrane që bashkëpunojnë për temat e mëdha me njëra tjetrën, por duke e kthyer në një super shtet ku vendosin disa burokrat të pa zgjedhur, që e kishin fokusuar tek këto programet, jo gender, jo të klimës, duke rënuar fermerët, duke rënuar prodhimin vendas e tjerë me radhë, dhe kjo solli një dobësim shumë të madh të Europës, të gjitha këtyre vendeve, po dhe të Bashkimit të Unionit Evropian në përgjithësi. Dhe tregoi që Europa, për shkak të kësaj dobësie e kundërta e politikës peace through strength, Europa e dobësuar së brendshmi, jo në një mendje pa disa piketa, pa një yll polar që e ndjek, pa disa parime të përbashkëta, Europa nuk është kurkund, nuk e pyet njeri, nuk është në tryezën e madhe të bisedimeve, në qoftë se do të kemi një jaltë të dytë, po themi në një farë mënyre, ajo mund të jetë mes ndjes Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Rusisë, Kinës, apo ndonjë elementi tjetër që mund të përfshihet nga Afrika e tjerë, nga ai që quhet Jugu global. Po Europa nuk po e pyet njeri, ndërkohë që Europa bënte sikur ishte ndërmjetëse apo do të çonte në një zgjidhje diplomatike, Trump çoi bombarduesit atje në qendrat nukleare. Ndaj Europa do duhet të ndjeki më shumë këtë politikë të presidentit Trump për të ndryshuar tërësisht rrjetën e vet, dhe rrugën që ka ndërmarr, të braktisë politikat socialiste që po e rënojnë, dhe të ndjeki pak ato politikat common sense me këmbë në tokë, qoftë në ekonomi, qoftë nga ana ushtarake, dhe është një lajm i mirë në këtë aspekt vendimarrja e përbashkët e vendeve të NATO-s për të çuar shpenzimet e mbrojtjes në 5%. Një tjetër fitore e presidentit Trump, po dhe një fitore e aleancës, e cila del më e fortë nga ndërhyrja e presidentit Trump. Kështu që këto janë dy elementet kryesorë, dhe elementi i tretë natyrisht është që vazhdojmë përpjekjet e shumë faktorëve për të kthyer në pole të rëndësishëm në vendet ku janë dhe për të shkuar drejt këtij rendit botror multipolar që kemi, por natyrisht doli që Amerika sërish të mbizotron mbi këto shtete tjera, të paktën nga ana ushtarake. Nikola, të falenderoj shumë që ishe sot në Fox News, gjithmonë është kënaqësi. Faleminderit ju, kënaqësi edhe për mua. Ne shkëputemi në publicitet.